Shëndetje Rita. Përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit shumë që venharë më ke thirrë ndoshta mbas shumë kohe për një intervistë në Tetov. Po edhe fizikisht në Tetov, Edhe fizikisht në Tetov. unë e kam dash thjesht të të kemi në mision, veç për ta diskutuar që kanë njerëzit disa mendime që i kam dëgjuar normalisht për ty edhe desha bashkërisht ti heqim ato. Tu largohen? Po, Ta provojmë. Ta provojmë. po përshëndetin mendor se ti ke pas disa issues, probleme. Në fakt jo probleme, po sfida, mbi gjitha se edhe tregon si e largova si problem. Po, unë bëra një podcast venar me 10 epizoda për këtë çështje. Okej. Procesi i shërimit, ajo që Okej. healing. Unë kam folë shumë për shëndetin mendor në misionet e mia me profesionistë shumë, Okej. po ti kur përballesh vetë me një problematik, sado që e nje, nuk je profesionist dhe nuk mund ta identifikosh. Kështu që fillimet e shqetësimeve të mia, nëse mund ta them me shëndetin mendor, unë nuk dija ta identifikoj saktësisht çfarë ndodh. Kishte ca momente kur unë në mes të ditës për shembull, thjesht në një moment të caktuar kisha një moment ku e humbja përqendrimin veten, nëse ti më flisje në atë moment unë nuk isha e vetëdijshme. Ishin momente që zgjasnin shkurt,